Po, Liri në fakt është vetëm një pjesë e raportit që do të prezantohet ditën e sotme në Parlamentin Evropian nga një prej anëtarëve të Komisionit të Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian, që ishin edhe me mision nënt prej tyre në Shqipëri dhe në Podgoricë gjatë 3 ditëve të fundit. Në projekt raportin që Ora News e ka siguruar, flitet për përparimin e Shqipërisë dhe rrugën e saj drejt integrimit evropian. Projekt raporti i cili do të prezantohet përpara eurodeputetëve në gjetjet kryesore me pika të shkurtra përshëndet angazhimin e Shqipërisë për integrimin evropian dhe hapjen e të gjithë kapitujve të negociatave brenda 13 muajve gjatë vitit të kaluar. Synimi për mbylljen e negociatave, thot projekt raporti, deri në fund të vitit 2027 kërkon zbatim të plot të legjislacionit. Kuadri zgjedhor konsiderohet përgjithsisht i përshtatur, por mbeten shqetësime për përdorimin e burimeve të administratës shtetërore, blerjen e votës, presionin ndaj votuesve, polarizimi politik vijon të dëmtojë funksionimin e institucioneve demokratike dhe gjithashtu Parlamenti Evropian kërkon rritjen e transparencës dhe konsultimin me shoqërinë civile për sa i përket nismave ligjore që duhet të ndërmerren në të ardhmen. Tek seksioni i sundimit të ligjit dhe antikorrupsionit, eurodeputetët thonë se vlerësohet zbatimi i reformës në drejtësi dhe procesi i vettingut, por mbetet sfida e efikasitetit të gjyqësorit, vonesat në çështjet që janë duke u trajtuar dhe ndikimet e papërshtatshme në drejtësi. Korrupsioni, thonë eurodeputetët, mbetet shqetësim serioz dhe kërkohet forcimi i hetimeve dhe i dënimeve veçanërisht në nivelet të larta qeverisëse. Theksohet rëndësia e luftës kundër krimit të organizuar dhe bashkëpunimit me Europol dhe Eurojust. Sipas raportit në kapitullin për të drejtat themelore dhe lirisë së mediave, kërkohet nga Parlamenti Evropian për Shqipërinë mbrojtja më e madhe për lirinë e shprehjes dhe pluralizmi mediatik, transparencë mbi konfliktet e interesit të pronarëve të mediave, mbrojtje nga presioni politik dhe ekonomik ndaj gazetarëve, hetim efektiv i kërcënimeve dhe sulmeve ndaj profesionistëve të medias dhe kërkohet forcimi i mbrojtjes për grupet vulnerabël, përfshirë komunitetet rom dhe egjiptian, personat me aftësi të kufizuara, punëtorët migrantë që punojnë në Shqipëri dhe personat LGBT. Sipas raportit të Komisionit Evropian, në administratën publike është bërë progres, por kërkohet rekrujtim i bazuar në merit dhe depolitizimi të gjithë shërbimit civil, si dhe transparencë në proceset buxhetore. Shqipëria, thot Parlamenti Evropian, është angazhuar në planin e rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, por mbetet dobësi strukturore, informaliteti, produktiviteti i ulët, klima shumë e vështirë e biznesit dhe nuk është shënuar progres gjatë vitit të fundit në fushën e mjedisit dhe ndryshimeve klimaterike. Duket sikur kjo pikë pra vazhdon ta përndjek në mënyrë të keqe, duhet thonë, Shqipërinë, pasi kapitulli dhe grup kapitulli i mjedisit është edhe grup kapitulli më i vështirë që do ta ketë Shqipëria për ta mbyllur në rrugën drejt integrimit evropian, dhe siç vërehet, eurodeputetët kanë shkruar se nuk është bërë asnjë përparim në fushën e mjedisit dhe ndryshimeve klimaterike. Çka këtë defekt në fakt ka planuar dhe qeveria e Shqipërisë dhe vetë kryeministri i vendit zoti Edi Rama në disa dalje të tij. Për sa i përket politikës së jashtme, Shqipëria vazhdon të jetë plotësisht e harmonizuar me politikat e jashtme të Bashkimit Evropian dhe po luan një rol konstruktiv në stabilitetin rajonal, thot raporti që do t'i paraqitet ditën e sotme Parlamentit Evropian. Raporti vlerëson progresin e Shqipërisë. Po pra, për ta përmbledhur, këtu do ndalesha. Draft raporti i Parlamentit Evropian thekson se Shqipëria ka bërë progres pra në negociata, por mbetet sfidë sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit. E përmbledhur në një fjali. Padyshim, hapja e të gjithë grup kapitujve brenda 13 muajsh është vlerësuar si progres në raportin për Shqipërinë të Parlamentit Evropian përgatitur nga Komisioni i Punëve të Jashtme në PE, por gjithashtu flitet për një sër sfidash të vështira që ka Shqipëria përpara, pikërisht për të mbyllur këto grup kapituj dhe pikërisht lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar.
dhe përfundimisht dënimet nga gjykatat e shkallëve të fundit, dhe kur flitem për dënime, pra Parlamenti Evropian flet për dënime të formës së prerë. Ne kemi parë procese të zgjatura gjyqësore në Shqipëri, por këto nuk merren parasysh në kuptimin e progresit që ka bërë Shqipëria pasi për politikanët e nivelit të lartë dhe për anëtarët e krimit të organizuar. Parlamenti Evropian kërkon dënime përfundimtare të formës së prerë, ndaj në pothuajse çdo fushë të jetës dhe ato që madh Bashkimi Evropian ka sfida të mëdha dhe siç e theksuam, pra tek mjedisi Shqipëria nuk ka bërë asnjë përparim në rrugën drejt Bashkimit Evropian.